Mirë se keni ardhur në sallën e sporteve, në palestrën e sporteve në Mitrovic. Mirë se jemi së bashku. Ne këtu jemi për të përkujtuar datëlindjen e njeriut më të madh I cili për vete ka thënë alayhi salatu wassalam ana rasulul insaniya, unë jam pra mësuesi I njerëzisë. Ai ka thënë unë jam I dërguar mësues, innama bu'ithtu muallima, jam I dërguar mësues. Pra sot në këtë botën tonë të re moderne, për shumë sende njerëzia I ka gjetë nga një ditë. Pra ka gjetë ditën e mësuesit me 7 mars, dita e nanës me 8 mars, dita e ekologjisë, dita e ambientit, dita e mjedisit, dita e artit, dita e hanës, dita e të diellit. Pastaj brenda vitit I kanë gjetë edhe një ditë renës. Kanë thonë një ditë na qenë ka dita e renave. Mësuesi I njerëzisë ka ardhur për ta eliminu këtë këto komponente në botë, duke na mësuar se në botë nuk ka ditë të nanës, por në botë ka jeta e kushtuar nanës. Në botë nuk ka ditë e mësuesit, por tani jeta I kushtohet mësuesit. Nderi I nxënësit derisa të vdes mësuesi I kushtohet mësuesit. Në botë nuk guxon të ketë ditë mjedisit, por tani jeta I kushtohet mjedisit njerëzor, sepse besimtari s'guxon me ndot ambientin në asnjë mënyrë. Ai nuk don ditë, por don jetë. Kjo është ai që këto mësime na e ka mësuar neve dhe ne jemi të interesuar që t'i shpërndajmë njerëzisë. Të nderuar, Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam me mësimet e veta që I ka lënë mas vdekjes atij, ta njëjtës që shpjegoi, ata ishin praktikisht mësimet e Kuranit Kerimit, të cilët ai edhe erdhi për t'i mësuar njerëzisë. Allahu xhalla xjalaluhu në Kuranin Nammal ka thënë: "Ya ayyuhan nasu, inna khalaqnakum min dhakarin wa untha, wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'il." Lita'arafu inna akramakum 'inda Allahi atqakum. O ju njerëz, të gjithë pra njerëzit, o ju njerëz ju kemi krijuar prej një femne dhe prej një mashkulli. Ju jeni pra të krijuar prej një njeriu femën dhe prej një njeriu mashkull. Ju nuk jeni të ardhur prej një majmunit, për majmunin kam sa doktori, unë do ta them vetëm një fjali shumë të shkurt për atë. Majmunin mundem unë me marrë në klasë ta maj 4 vjet e qoj me bë llogari matematik. Po unë ju bindi juve në sallë se unë muj me mësuar ata që të llogarit me të banë matematik. Vetëm s'muj me ju premtu për një send. Unë nuk muj me ju premtu juve se ai pastaj ka mundësi majmuna qerë me mësu matematik. Kurse, po mi quat në medresën time, në shkollën time, në klasën time, fëmijët tuaj, unë kam për t'ja mësua ative Bismillahirrahmanirrahim, e pastaj librin e kohë Allahu xhalla xjalaluhu me 6218 ajete përmendsh, numër të madh të haditheve, historinë, gjeografien, matematikën, seizmologjin, biologjin, të gjitha sendet, edhe ata pastaj pas diplomës që marrin te unë ti mësojnë qartë. Kjo është dallimi mes asaj që është thënë edhe mes të vërtetës të cilën ka Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam me na mësuar neve. Njeriu është njeri qish në fillim, kur e ka kriju Allahu xhalla xjalalu, e ata tjerët janë ashtu qish në fillim. Njeriu do të jetë deri në mbarim njeri me këtë facë, me këtë bukuri që e ka, ata do të jetë ashtu në dek, si deri në fund ashtu qish janë. Do t'ju tregoj një fjali shumë të shkurt në lidhje me një grua, e cila në Kairo në kohën e studimeve tona ka shku te një shejh I cili ka vdek rahmetullah aleha, ka pas emrin Abdul Hamid Kushuk, edhe ajo kërkon prej atij që ta pajton me burrin. I ka thënë efendiut, a ke mundësi me pajtu me burrin? I ka thënë efendiu, po, unë kam mundësi me pajtu me burrin, por ti duhesh me plotësu një kusht si zonjë. Ka thënë, çfarë është kushti që unë duhet ta plotësoj? Ka thënë, ti duhesh me misjell në mendil të bardh 5 qime të qerpikut të sinit të majmunit. Prapë të majmunit dhe një disa momente. Ka thënë, po unë si muj me e ba këta, ka thënë shko te kodra e majmunave, në gjip ka kodra, ka emni kodra e majmunave, ata që është plot,
Tha, ban çka të duash, por mi sjell 5 kg të qerpikit të sinit të majmunit. Ajo shkoi në dyqan e i mori 7 kg banana, i mori një 6 kg kikirika, i mori një di kutia lëkuma, i mori një disa sendet për molla, i mori disa portokaj, pastaj i mori një liman, mori disa ambulsira edhe shkoi me kerën e vet, erdhën ata zotnit prej Godrës atje. U afru njeni dhe kjo pastaj i ka dhënë me ngrani, i ka dhënë deri në me një konja 5 orë çmos, duke e limu ata që ti pajtohet, ti meri mori 5 kg për së shkurti i pruni hoxhës. Tha ja këto 5 kg që me ki prit, ti kimi lip, ti kam pru, tha për me mbajtu me burrin. Me mbajtu me burrin, tha efendiu, nuk jam të më dash, s'kam nevoj. Tha s'kam nevoj. Tha po si më ke dërgu atje me limu majmunin, me i dhanë ati gjitha ato sende që i kam bletha, gjitha ato sende me ja pas dhanë burrit i shpajtu dhe aj me tije. Ki ka qenë një rast prej rasteve të dërguar të dashur të mi, të respektuar shumë, zonja të nderuara dhe zotni të nderuar, Muhammed Mustafaja sallallahu alaihi wasallam, ai ka pas një familje shumë të nderuar dhe të respektuar, një numër pak më të gjallë se na me gratë e tij, familja më harmonizuar, familja më me harmoni që ka bë bota brenda, ka qenë familja Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Ju bija të nderuara që jeni në sallë, që nesër do të bëheni zonja, do të bëheni zoj shtëpie, ju gjemtëri që nesër do të formoni familjen, e pastaj në mesin e njerëzve ignorante dhe qofshmi ne ata, kanë mendu njerëzit se burri dhe gruaja duhet të jetojnë pak sa të egër mes vete, ai duhet ta shiqon mrëlt ata për të tregu se jam një burri fort, ajo duhet të i thon atij prej mas shpinës duke mendu se po shkon me një vend larg, atje në Europa, ti benedisha se ku, duhet të jenë pak si raportet pak si të larta njëri me qetrin. Një ditë prej ditëve, zonja të nderuar, motra të nderuara dhe bija të nderuara shumë, shiqone islamin dhe afërsien në familje, harmonin familjare, si bisedojnë burri dhe gruaja në familje. Ata dinë në mes vete si bisedojnë, zonja e jonë e nderuar, nana e jonë e nderuar, Aisha radiallahu ta'ala anha, ajo një ditë prej ditëve ishte me Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, mësuesin e njerëzisë për gjitha kohërat, ajo i tha burrit vet një herë, tha ja Rasulullah, në këtë ditë kanë qenë jashtë shtëpisë, tha ja Rasulullah, a ka mundësi që unë tije të pyes një pyetje, tha urna si bukur, tha fol si bukur, a i kështu i ka thënë zonjës vetë, të mos tërpnosh gruas tane me i thonë fol si bukur, mos i thuja saj fol ti më i shtremqe, sepse nuk është nga mrekullit e edukatës islame, a i zonjës vetë të nderuar i ka thënë fol oj si bukur. Ka thënë, çka keme më pyet? Ka thënë po të pyesja Rasulullah, edukata islame. Ka thënë ti me i pas 10 deve, kështu i ka thënë burrit vetë, mësuesit të njerëzisë, me i pas 10 deve, edhe me dalë në kullos atje jashtë të qytetit, me i lëshu në kullos ato, e pranteje i ke dilivale. Njeni kur s'ka kullot, kur kush në ta, s'ka fshe, kur kuj s'ka kullot, e në njenin kanë kullot shumë loj kafsh, tha ti devet e tua, në cëllë livadhe kullot. Tha ja Aisha, në ate që si ka lot, kur si ka kullot kur kush, tha kështu jam unë. Ajo ka qenë vizhresha numër 1 dhe e fundit prej grave të Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Tha kështu jam unë. Të mos tërpnoheni nga këtë tip i bisedave të xhallarëve. Të mos ngushtoheni sepse këto janë mësimet rrënjësore që ne muslimanët me këta mësime ndërtojmë brendin e familjeve tona. Prej këtu fillon pastaj edhe dilët në shesh për t'i tregu botës kush jemi ne.